Ka vazhduar fushata për zgjedhjet lokale që do të përsëriten më 11 janar në komunat e Gostivarit, Vrapçishtit, Qendërgjupës dhe Mavrovës Tushës. Ndonëse është çështje orësh deri në përfundimin e fushatës, kandidatët për këtë komunë apo japin atomën e fundit për të bindur qytetarët se duhet të votojnë për ta. Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim për komunën e Vrapçishtit, Ihsan Shabani, ka mbajtur dje tubimin përmbyllës, në të cilën morën pjesë edhe liderët e koalicionit Ali Ahmeti dhe Arben Taravari. Ihsani, i cili synon edhe një mandat për të udhëhequr me komunën e Vrapçishtit, premtoi shkolla të rregulluara, rrugë të ndërtuara dhe ujë të pastër. Platforma jonë për 4 vitet e ardhshme ngërthen në vete 51 kilometër kanalizim në gjitha fshatrat e komunës, një projekt jetik për shëndetin dhe mjedisin, 11 rrugë të kontraktuara që tashmë kanë kaluar fazën e parë dhe kanë mbetur vetëm në 2 fazat përfundimtare. Projekte reale, jo premtime boshe. Fushatën për zgjedhjet lokale e ka vazhduar edhe kandidati i Vlenit për këtë komunë, Zulhajrat Demiri. Ai ka takuar banorët e disa fshatrave, duke premtuar infrastrukturë të re, shëndetësi më të mirë dhe arsim më cilësor. Për Demirin, përkrahje kanë ofruar edhe të gjithë liderët e Vlenit, të cilët po ashtu kanë zhvilluar takime me qytetarët, si dhe Aleanca për shqiptarët e krahu i Zjadin Selës.